klip për me kompletu këngën, kështu që jo veç me ndëgju, po edhe me shiku. Gresa Anita, i po i kthehemi, vjen me emisionin e ri në Klan Kosova të titulluar Diaspora, ma shumë për emisionin e saj, na tregon në intervistën në studion tonë tash. Mirë se erdhe. Përshëndetje një knatësi si gjithmonë. Faleminderit dhe urime për një emision të ri, për një rrugtim të ri në jetën tënde. Po, një vërtet emocionet qysh tash kam fillu, në fakt qysh në momenti kur e kam marrë përsipër këtë projekt, emocionet normalisht se janë të pashmangshme dhe jam shumë e lumtur që po e nis këtë projekt këtu në televizionin më të madh në vend, në Klan Kosova. Diaspora është pjesë e pashmangshme e jetës në Kosovë për krejt aspektet e mënyrës që jemi të lidhur, ata janë familjarë tonë, të afërmit tonë, dhe më mënyrën qysh ata e trajtojnë Kosovën. Qysh kam i trajtu emisioni jëtë Diasporën? Po, në fakt, jam shumë e lumtur që po nis ky emision për disa arsye. Së pari, me qenë se Mërgatës më në fund po jipet hapësira e merituar, me qenë se Klan Kosova dhe ka një audiencë jashtëzakonisht të madhe dhe në diasporë, në vendet të ndryshme të Evropës, por edhe përtej saj dhe së dyti, unë e kam ditë që kemi një diasporë kaq të dashur, kaq të lidhur me vendlindje, por që i kemi kaq të bukur, me kaq rrëfime unike, të cilat kur i kam dëgju jam emocionu, nuk e kam ditë dhe jam shumë e lumtur për këtë arsye që bashkarisht me ta do të ndajmë secilin tregim, secilin historitë e tyre, që shpesh herë janë detyruar ndoshta që të heshtin, me qenë se jeta i ka detyruar, mirë po tani është koha që të dëgjohet zëri Mërgatës sonë, sepse Mërgata jonë, Mërgata shqiptare ka shumë për të treguar. Çfarë termini dhe cilën ditë do të shfaqet emisioni? Emisioni do të transmetohet këtë shtunë në ora 13, pra të gjithë shqiptarët të cilët e kanë grënë drekën, kanë kohë të ndezin televizionin, të dalin para ekranit dhe të shohin rrëfime të dashura. Shpesh herë, nuk e premtoj që nuk do të kemi edhe rrëfime të cilat shpesher ndoshta me pak fjalë, për do të shoqërohen edhe me lot, me qenë se kur i kam dëgju, me të vërtet jam emocionu, sepse kur i kam dëgju historitë të tyre, kam thënë që vërtet njeriu qenë ka më i fortë siguri, sepse nuk e kam ditë që vërtet për kaq shumë arsye të ndryshme, shpesher vështirësie, ata u detyruan ta lëshojnë Kosovën, që nuk ka qenë as pak e lehtë për ta, për të mërguar krejtësisht në një shtet tjetër që ka ndërtuar një jetë të re atje. Si zhvillohet emisioni? Janë biseda telefonike, video calls, vinë këtu kur janë këtu, ti do të shkosh atje, si do të zhvillohet emisioni? Po, edhe në fakt, promoja në momentin që është transmetu ka ngjall shumë korrishtje, me qenë se do me thonë, automatikisht të bën të kuptash që kemi punë të bëjnë me teknologji. Pra, jo në studio do të jem vetëm unë, mërgjimtarët tonë do të inkuadrojnë përmes video lidhjeve. Pra, diasporën asnjëherë nuk kemi pasur më pranë se këto në Kosovë, do të jenë rrëfime të cilat paraprakisht stafi i diasporës do t'i selektojë, me qenë se me secilin prej tyre të cilët na kanë shkruar vazhdimisht dhe që janë të gatshëm të ndajnë rrëfimet e tyre, ne i kemi trajtuar dhe natyrisht i kemi selektuar historitë të cilat do t'i trajtojmë në emision. Pra vetë se kam filluar t'ju shkruan, ju keni xhiruar besoj disa epizode paraprake për t'i pas gati. Nga vinë rrëfimet, në cilat zona më së shumti po shkruajnë deri më tash? Kryesisht nga zona e Evropës, do me thonë nga Gjermania, nga Zvicra, nga Italia, por mos u befasoni sepse do të kemi lidhje qoftë edhe nga lindja mesme. Do të keni pra persona nga atje thrasin, gra, bura, kush janë të interesuar më shumë t'i ndarë rrëfimet? Po, jam shumë e lumtur që kemi një laramani historisht, pra qoftë nga bura, qoftë nga gra, shumë të zonja të cilat kanë tregu vetën, kanë përfasu kulturën shqiptare, ndonë se në një ambient krejtësisht të ri, ndonë se në një ambient tjetër, por që kanë shumë për të rrëfyer, janë rrëfime kryesisht personale dhe shumë emocionale. Na trego diçka, na ndo një rrëfim që ta shkëpusim pak, jo për ta zbuluar komplet emisionin? Po, patjetër. Për shembull, një rrëfim njomza se si është detyruar me lanë familjen prapa, fëmijët e vegjël, me shku në një vend krejtësisht të ri, me përshëndet nanën, babën, dhe për me mërgu dikon ku
nuk e ka haberin, le të themi se ku po e shpia ajo rrugë dhe për një moment ndodh lufta në Kosovë dhe ai shkëput totalisht për një kohë kontaktin me familjen dhe ajo periudhë të cilën ai e përshkruan, vërtet, do të thonë që thash edhe më parë, thot edhe ai person që vërtet njeriu që ka më i fortë se guri, por ka edhe rrëfime të tjera se si kosovarët, si refugjat dolën flejtën në për rrugë, në për strejtë të ndryshme, pa ja zgjatur dorën askush, por që sot me krenari, me ballë hapur, ata thonë që janë shqiptarë dhe vazhdojnë të kontribuojnë për vendin e tyre. Ingresa keti familjar në diaspora apo jo? Njumza në fillim, kur është më besu kjo emision, përveç që kam qenë lumtur pra që për më jepet hapësira pra ta moderoj, ka qenë edhe një arsye tjetër me qenë se unë kam një lidhje shumë të veçantë me diasporën, me qenë se shumicën, po thuaj se duke filluar që nga vëllezërit, unë i kam në diasporë dhe kur i dëgjoj rrëfimet e secilit mërgjimtar, qoftë edhe të huaj që nuk i njoh, vërtet emocionohem unë për ta sepse e kuptoj se çka do të thotë të kesh dikë larg dhe se në momentet kur ti detyrohesh që ti gjendesh atje edhe në momentet më të vështira, krejt çka mund të bësh është thjesht një telefonatë dhe ndoshta shpeshherë të mallkosh veten sepse nuk pati mundësi që ti qëndrosh pranë, po megjithatë falë Zotit teknologjia po na mundëson që ti takojmë virtualisht. Ti bëjmë pak më afër. Mirë, të prekim pak aspektin personal. Tëndin, ke qenë gazetare tereni, tani më do të jesh moderatore në studio, si po e pranon këtë dhe si po përgatitesh për këtë fazë dhe të mungon që do ta lësh terenin larg apo do të jesh edhe matutje në teren? Gazetaria e terenit, unë besoj ata të cilët e kam përjetuar, thonë që nuk zëvendësohet asnjëherë dhe them akoma se nuk zëvendësohet me qenë se tereni përveç që të ndihmon shumë profesionalisht, të ndihmon të krijosh kontakte i vazhdimisht edhe për shembull mua më ka ra me intervistu persona me bagazhe të ndryshme, më ka ra me raportu edhe për vrasje, më ka ra me raportu, domethënë tema të ndryshme të cilat besoj se më kanë ndihmuar shumë që edhe unë të ngritem profesionalisht dhe të avancohem këtu në Klan Kosova. Gati? Emocionalisht apo jo? Ja, të thash, në fillim jam pak e emocionuar me qenë se kur i kam dëgjuar rrëfimet vërtet të njumza, apo e them sërish që kur kam bisedu me ta paraprakisht, shpeshherë bisedat kam përfunduar edhe me lot nga ana atyre dhe nuk ka qenë as e lehtë për ta ndajnë këtë histori, sepse siç thonë ata, hajt se mundi harrohet. Dhe tash jemi mirë, tash e kemi familjen, po jo se ne gjithmonë du të rikujtojmë se kush kemi qenë, sepse fal atyre vështirësive, fal atyre sfidave të cilat i kemi përjetu, konsideroj se kjo na bën që të jemi më të fortë, qoftë në të tashmen, por edhe në të ardhmen. Unë e kuptoj që edhe distanca ta bën ndjenjen e mërzisë, ndjenjen e mshurisë shumë fish më të madhe, edhe tendenca për të shpalosur rrëfime të tilla është më e madhe, besoj, por mos të harrojmë që në diasporë kemi njerëz të shumë të suksesshëm që udhëheqin spitale të mëdha, që udhëheqin gjykata të mëdha, të cilët kanë autoritet shumë të madh me bizneset që kanë krijuar, ndoshta kanë arritur më shumë se vendorët në Zvicër të krijojnë një zinxhir hotelesh, një zinxhir restorantesh që është për t'u lavduar, sepse të depërtosh në shtetet tjera kur vjen nga asgjë si një emigrant është shumë e vështirë. Do t'i bëni vend edhe rrëfimeve të mëdha dhe të suksesit të këtyre personave? Patjetër, diaspora do të jetë adresa kryesore e të gjithë shqiptarëve anë mban. S'ka rëndësi në cilin vend ata janë. Ata tashmë do të lidh diçka e përbashkët, që do të jetë pikërisht ky emision diaspora. Unë kam menduar me lon si sinonim diaspora zemra të gjithë shqiptarëve. Le ta konsiderojnë si shtëpitë e tyre të dytë, le ta konsiderojnë si një mundësi që të shpalosin rrëfimet e tyre, sepse ne kemi nevojë për të dëgjuar, sepse është tek e fundja Mërgata ajo cila po jep një kontribut të jashtëzakonshëm në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, në të gjitha trivat shqiptare. Unë uroj që gjithçka ka me shku mirë me emisionin edhe ka me qenë përmbushës edhe për ty personalisht, por edhe për të gjithë personat të cilët e ndjekin prej ekranit të Klan Kosovës, edhe një herë për fund terminin për ata që ju iku ky detaj. Po, pra për fund termini do të jetë çdo të shtunë ora 13 të ditës dhe mos harroni që secilin nga ju që konsiderojnë që ka një histori të veçantë
për ta rrëfyer, atëherë stafi diasporës për ju pret me krah të hapur, me qenë se me secilin do të bashkë bisedojmë, do të flasim dhe do të tentojmë që të nxjerrim anën më të mirë të tyre. Shumë suksese. Faleminderit. Sa në këtë rrugtim të ndin të ri, për ndryshe vizat na janë liberalizuar, ne mund të udhtojmë drejt secilit prej anëtarëve tonë të familjes në diasporë. Biletat shumë shpesh gjejmë me çmime minimale, nganjëherë më lirë është të fluturosh se sa të udhtosh me makinë në distancë më të shkurtër e kam fjalën, por për të gjithë ju që udhtoni kudo drejt 113 destinacioneve, pika më e mirë për të lidhur me secilin qytet është aeroporti ndërkombëtar i Tiranës që ofron 113 destinacione me çmimet më konkurruese në treg, me komoditetin më të madh dhe me pastërtinë më të madhe brenda aeroportit. Dim që ndonjëherë orët e pritjes mund të jenë të bezdishme, por jo në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, 3 orë